Banorët e fshatit Gjoris në Buqiz vijojnë të këmbëngullin për të mos lejuar ndërtimin në një park fotovoltaik në këtë zonë. Banorët e kundërshtuan këto edhe në dëgjesën publike të zhvilluar nga Bashkia e Buqizës dhe Këshilli Bashkiak. Ata kundërshtuan nxjerrjen në ankan të sipërfaqes 42.5 hektar tokë publike. Madje në dëgjesën e zhvilluar me banorët, përfaqësues të Këshillit Bashkiak deklaruan se ajo tokë është me certifikat pronësie e Bashkisë Buqiz dhe në këtë mënyrë mund ta nxjerrin në ankan. Por banorët shprehen se hapësira publike qoftë në pronësi të Bashkisë Buqiz si institucione qoftë jo, është e komunitetit dhe si e tillë nuk mund të tjetërsohet pa miratimin e tyre. Banorët ngulin këmbë se ndërtimi i parkut fotovoltaik do të sillte dëme të mëdha për bujqësinë, kryesisht blegtorinë. Bëj ankesë që mos bëhet ajo tabletet e diellore në Gjoric. Se ne na bllokon si njerëz, blegtorinë ne i marrëm krejtësisht. Është fusha masmeje, fusha meraja e baktis, fusha Gjoric. Këtë kam fushë Gjorica, më tepër. Na këtu i majmë gjanë, po nuk kështu si kur kam mërë reni, nuk rregullohet çdo gjë. Asnjëse nuk rregullohet. E patën dhe shok Gjoricas kërci me pjesë, mirë po rënë dakord që ta lënë për fushë për blegtori. Për rregullohet blegtoria. Sot është dalin ligje tjera që vinë bllokojnë vend ato tabletat diellore, na simin dakord. Se çfarë do bëhet për ne nuk di. Vetëm me nxjerrë të gjonat në asfalt apo të hedhim në drinj krejtësisht. Totalisht nëse si të bën, ne mbasi do jemi ditë të nxjerrim në pazar. Se nuk kam ku ti moj. Dimër verën çata i moj. Falimintimit është Shqipëria në Gjorica, me anë blegtorisë. Nisma e Bashkisë Buqiz për të dhënë tokat publike me qira me qëllim ndërtimin e parqeve fotovoltaike është kundërshtuar edhe në fshatra të tjerë, si Ostren, Okshatin, Lubalesh e të tjerë.